Zonja dhe zotëri, mbrëma, mirë se vini edhe sonte në debatin e mbrëmjes në ekranin e A2CNN. 11 ditë para zgjedhjeve parlamentare, Partitë Popullore Europiane miratua një rezolut emergjente për Shqipërinë gjatë kongresit të mbajtur në Valencia, duke ngritur alarmin për integritetin e procesit zgjedhor dhe gjendjen e demokracisë në vend. Dokumenti thekson një sër shqetësimesh të rënda që lidhen me manipulimin zgjedhor, presionin mbi opozitën dhe përdorimin e shtetit për interesa partijake. Partitë Popullore Europiane denoncojnë përdorimin e fondeve publike, punësimeve dhe emërimeve në administrat për qëllime elektorale në shkelje të kodit zgjedhor dhe vendimeve të KQZ-s. Sipas rezolutës janë dokumentuar raste të blerjes së votës me para dhe përmes kultivimit të kanabisit, punësime klienteliste, si dhe presionin ndaj punonjësve publik për të mbështetur partinë në pushtet. Por si vjen ky dokumenti të djathtë dhe europian për Shqipërinë? Për këtë rezolutë, por më pas do të kemi fokus natyrisht edhe Elbasanin, natyrisht edhe për riskun elektoral më të lartë zgjedhor, meqense kështu evidentoi edhe në hartën parazgjedhore të Institutit të Studimeve Politike që ne diskutuam pak ditë më parë në debat. Do të flasim sonte në këtë pjesë të parë me pjesën e parë të panelit. Pas pak presim na bashkohet në studio, ndonse për shkak të fushatës ka një vonesë për disa minuta. Zotin Tomor Alizoti, drejtuesin politik të Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit, ku është edhe kryesues i listës atje. Ndërkohë me mua në debat tashmë është bashkuar zoti Aleksandër Çipa, me mbrëma dhe mirë se vini, dhe zoti Arion Sullo. Me mbrëma, faleminderit që jeni pjesë e debatit sonte. Po e nis me ju me këtë rezolutë e cila vjen nga Partitë Popullore Europiane, zoti Çipa. Në fakt rezoluta duket sikur ndjekin në sinkron të njëjtën gjuhë, edhe një herë një gjuhë ricikluese në raport me atë çfarë po ndodh edhe këtë vit në kontekstin elektoral në Shqipëri. Po, në rastin e rezolutës tanishme ka një rëndësi të posaçme. E para njëherë për imazhin ndërkombëtar dhe partneritetin ndërkombëtar që i ka munguar Partisë Demokratike për shkak të periudhës së gjatë të krizës së njohur të udhëheqësimit të saj. Nga ana tjetër, për shkak të pozicionit që rimerr zoti Berisha, merr një rëndësi, është një person që ka një izolim zyrtar prej Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Në këto kushte ai e sfidon këtë, le të themi, trashëgimi të afërt dhe krijon një marrëdhënie të re PR-i edhe në kontekstin elektoral brenda Shqipërisë. Ndërsa në planin, le të themi, e funksionalitetit, kjo është një rezolutë që ka rëndësinë e opinionbërjes në institucionet parlamentare të Evropës, por nuk është se zyrtarizohet, sepse janë një grumbullim i partive të njëjtit profil, të njëjtës familje politike, dhe në pikpamjen ekzekutive dhe institucionale, ajo ka më shumë një rëndësi morale o politike, se sa, le të themi, një efektivitet institucional për zgjedhjet në Shqipëri. Ai efekton këto zgjedhje në Shqipëri, në planin politik, mendoj që po, por kryesisht ke domeni i njohur i opozitarizmit politik të vendit. Nga ana tjetër, një lloj pikpamje shkakton, pse jo, edhe një lloj kompleksi apo një lloj, le të themi, ndjesie të rritjes së përgjegjësisë dhe të kujdesit të shumica që ka atributet e administrimit të procesit zgjedhor. Është kjo arsye pse menjëherë reagoi kryeministri Rama duke ju përgjigjur kësaj rezolute dhe mënyrës se si po interpreton edhe komenteve që po përcjell opozita në gjithë spektrin e saj. Megjithatë, më thatë që do të mbetet kufizuar tek domeni i së djathtës ose kryesisht opozitarizmit të vend, që do thotë se nuk e tejkalon dot këtë pragun e këtij qarku vicioz dhe nuk afekton ata që mund të ishin ndoshta vendimarrës dhe decisiv në efektin elektoral, dhe sigurisht ajo është pritshmëria dhe opozitës sot. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë cila është vlera e rezolutës apo edhe dje raportit të OSBE-u që duket se qëndrojnë në sinkron ose në të njëjtën gjatësi valësh me njëra tjetrën? Vlera e rezolutës është tek ajo që unë thash, tek rëndësia opinionbërëse që ka, sepse praktikisht kjo rezolut është nga një spektër i fuqishëm i partive popullore dhe brenda Parlamentit Evropian. Në kushtet kur Shqipëria dhe vetë imazhi apo si më thënë projekti kryesor i elektoral i zotit Rama është Shqipëria e 2030 si vend antar i Bashkimit Evropian, ky objektiv pëson një goditje në imazhin edhe në peshën specifike të interpretimit politik të vet. Por e them këtë gjë në planin që shqiptarët kanë tashmë një lloj, le të themi, imuniteti ndaj ndikimeve të jashtme. Nuk duhet përdorim, le të themi, dy standarde, por fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës e izoluan zotin Berisha, e i krijuan statusin e personit non grata, etj, nuk e ndali dot rikthimin e tij në krye të Partisë Demokratike dhe madje ridimensionimi i tij në këtë fushatë elektorale si udhëheqës i shumicës opozitariste të vendit. Dhe
kjo gjë, ky arsyetim ose ky modul vlen edhe për kahun tjetër, për a efekton kjo rezolut procesin zgjedhor apo qëndrimin e votuesve shqiptar, unë mendoj që ja. Dhe kjo ishte pyetja të cilën ua bëre që në kryet herës zoti Sulo, 24 orë më parë ishte raporti OSBE-UDIR. Tashmë po flasim për një rezolutë të Partive Popullore Europiane që thuajse flasin me të njëjtën gjuhë për atë çfarë po ndodh në kontekstin elektoral në Shqipëri. Cila është vlera e këtyre instrumenteve për vendin? Kjo është ka një vlerë dyfishe, mendoj unë, dhe është një përforcim, sepse në qoftë se flasim për institucione monitoruese të certifikuese të zgjedhjes, ku kemi OSBE dhe ODIR-in, të cilët dje kanë folur për shqetësime të përdorimit të burimeve shtetërore, të përdorimit të aseteve, të intimidimit mbi zgjedhësit dhe bërjes presionit të administratës për të votuar. Dhe ne dim që administrata është në këtë klim. Këto nuk janë gjëra të reja dhe këtu jam dakord me atë gjysmën e parë të zotit Shqipa që thotë që nuk kemi ndonjë gjë të re dhe nuk kam vlerë. Po, dakord, dhe nuk kam vlerë, sepse do të kishim vlerë nëse ne do të kishim një standard te partia në pushtet që nuk do të kishim parti shtet. Jo, tani ushtroj një pyetje tjetër, fakti që ato janë situata të ripërsëritura dhe i shohim nga raporti në raport ose nga zgjedhjet në zgjedhje për më keq, çdo 2 vjeçar ose çdo 4 vjeçar ku ne bëjmë zgjedhje parlamentare. Kjo nuk do thotë që legjitimon ose normalizon situatën. Do thotë që situata vazhdon të jetë njësoj ose përdoren të njëjtat instrumente dhe ne jemi imunizuar në këtë drejtim. Kjo nuk përbën faktin që nuk është e re ose s'ka risi. Po që situata mbetet e njëjtë. Mjetet mund të jenë sofistikuar, por realiteti është i njëllojt. Patjetër. Ajo që doja të thëja si konkluzion është kjo, ODIR-i është misioni vëzhgues i zgjedhjeve. Këtu nuk ka ndonjë gjë të re në ato që thotë ODIR-i dhe në ato që pritet thotë ODIR-i. Sërish do të thotë të njëjtën gjë, që zgjedhjet u zhvilluan në të qeta, por me këto probleme zbatoni këto rekomandime. Po ja të kemi edhe këtë raport i cili vjen nga Partitë Popullore Europiane, po e quaj raport meqense ka të njëjtat konstatime dhe flet thuajse me gjuhë identike. Përdorim klientelist, asetet publike, administrata publike dhe presioni. Ajo ka një vlerë. Ajo ka një vlerë sepse bëhet në kulmin e fushatës zgjedhore, rikonfirmon edhe njerë atë që është bërë disa muaj më parë që Berisha dhe Partia Demokratike tashmë nuk janë pa aleat perëndimor, pra nuk është se janë pa partner perëndimor, janë dhe jo vetëm që janë, po bëhet edhe rezolut, dhe rezoluta sigurisht që nuk ka fuqi vendimarrëse se është një forum i Partive Popullore, është forum politik, nuk është institucion shtetëror i një vendi. Por, duhet të dim se në këtë Partitë Popullore janë përfaqësuesit më të rëndësishëm sot të qeverive europiane, të forcave politike të djathta. Janë forcat që qeverisin Europën. Ajo që për mua ka vlerë të shtuar, si shtë dhe ju, që kjo është një situatë që e kemi parë, 2017, 2021, përjashto 2005-ën, ajo që ka vlerë të shtuar për mua është çfarë do thonë Amerikanët në 12 maj. Cila do t'jetë rëndësia e asaj çfarë do thonë Amerikanët pas zhvillimit të zgjedhjeve? Sepse rëndësia e Amerikanëve është shumë e madhe, sepse ka qenë gjithmonë shumë e madhe, siç tha dhe ju, OSBE-UDIR-i është përsëritës, është pothuajse në të njëjtën linjë që pa efekt, mund të thënë të i kaluar duke egzageruar për ta kuptuar, sepse nuk i shkon problemit në thelb. Krimi në Shqipëri, krimi elektoral në Shqipëri është aq i sofistikuar sa 200 vëzhgues maksimumi që mund të kenë misioni vëzhgues nuk arrin që të shkoj në inxhinieringun e krimit elektoral që bëhet përpara. Pritet për shitblerje vote, po ata nuk kanë asnjë rast, ata citojnë vetëm akuza në raportet e tyre. Pra është një raport gati i pa fuqishëm dhe nuk arrin të bëjë radiografinë e zgjedhjeve shqiptare. Madje nuk kishte asnjë fjali për tendakulat e krimit organizuar mundësisht në atë që konsiderohet nesër krimi elektoral. Pikërisht, krimi nuk ka dhe aq më vështirë e ka për pjesën e diasporës.
e cila pritet që të ketë ndikim në zgjedhje. Pra, duke i tejkaluar edhe raportin e OSB Odirit, po edhe atë që tha Sandri, që jam dakord që kjo ka një vlerë politike, po nuk ka vlerë PPI-ja në kuptimin e ndrimit apo të certifikimit të zgjedhje. Zgjedhjet në Shqipëri do t'i certifikojnë ose nuk do t'i certifikojnë politikisht amerikanët, të cilët kemi një pikë pyetje, kishim një pikë pyetje deri para ca kohësh, sepse janë të munguarit e mëdhenj, si në ambasadë, si në çështjen e SPAK-ut, si në çështjen e zhvillimeve, në çështjen janë të munguarit e kësaj kohe dhe kjo konform nevojave dhe për shkak të agjendës së tyre. Agjendës së tyre të brendshme dhe vendimeve që ka marrë Departamenti i Shtetit. Ajo që mund ta ndrojë dhe e ndron situatën për mendimin tim, potencialisht është lobimi i fundit i Partisë Demokratike me Continental Strategy, firmën lobuese, e cila ndër tjera ka marrë përsipër edhe pjesën e fushatës dhe... Kontrata e fundit e cila ka provokuar shumë polemik, por do ta diskutojmë pas pak. Fatkeqësisht, OSB Odir është kthyer në një mision që mund të rritë dhe të vështroj pa arritur të kuptoj thellësisht inxhinieringun e rënd kriminal të zgjedhjeve shqiptare. Edhe pse simbolikisht vijon të certifikohet çdo palëzgjedhje në Shqipëri. Shiko, ai patjetër që ka qenë institucion me vlera në Shqipëri, ka pasur historik 90 zgjedhje, 96 zgjedhjet e mëparshme, zgjedhjet e mëvonshme, kanë nxjerr fakte, kanë nxjerr gjëra. Por ashtu siç janë përsëritur problematikat e zgjedhjeve shqiptare dhe ashtu siç kanë mbetur në nivel të ulët raportet e Odirit të pathelluara, të pavërtetuara, në nxjerrin për mendimin tim në konkluzionin që nuk është një arbitër i cili do të shikonte faullat me imtësinë dhe vërtetësinë dhe pansinë. Pra ndoshta është një stad i ri elektoral dhe postzgjedhjesh që nuk e superon një raport i OSB Odirit, nuk e superon dot më? Për mua jo, nuk e superon. Për ju jo. Megjithatë po ju rikthej edhe pak sekonda tek rezoluta për cilën po flasim që vjen nga PP-et. Unë po ju kujtoj që në muajt e fundit, nëse i listojmë, kjo është rezoluta e 4 që vjen sa ndemi raport me Shqipërinë dhe gjua është e përngjashme nga njëra tek tjetra. Kantone ndëshkuese në raport me realitetin paraelektoral dhe atë çfarë po ndodh tashmë së fundmi në fushatën zgjedhore në Shqipëri. A do të jetë vlefshme për Partinë Demokratike për të kapitalizuar dhe përdorur ndoshta pas mbarimit të zgjedhjeve, supozojmë në rast se do të jetë një humbse me 4 rezoluta që i ka në favor të situatës së saj të disbalancuar, një start i pabarabartë për nga ku rezolutat konstatojnë se Partia Demokratike dhe opozita e kanë nisur dhe e kanë zhvilluar këtë garë. Ajo që mund të them unë aktualisht është fakti që Partia Demokratike dhe spektri opozitar, sepse nuk është vetëm merit e Partisë Demokratike, ka dhe individ jashtë Partisë Demokratike që në fakt për mënyrën se si po lobojnë për partneritetin amerikano-opozitar në Shqipëri, kanë një rol të posaçëm dhe padyshim edhe kanë një merit individuale. Ripërsëritja e rezolutave, ajo që ndodhi në Washington më herët edhe ajo që sapo kaloi sot në Spanjë, është një lloj mbështetjeje në spektër nga familjet e të njëjtës përkatësie partijake dhe politike për Partinë Demokratike në Shqipëri. Dhe kaq. Unë ndaj pak mendim të ndryshëm nga kolegu Sulo, përsa i përket pritmënisë që pohon ai për certifikimin në datën 12 maj të zgjedhjeve në Shqipëri prej Amerikës. Në fakt, kjo është, duket mendoj unë, është një pohim gati propagandistik, se certifikimi zyrtar, edhe në kuptimin edhe formal të fjalës, realizohet nga një mision që ai e tha. Politikisht, edhe kjo mbetet për tu parë, sepse ne aktualisht po shohim se ka një diferencë substanciale në qasjen amerikane dhe europiane për proceset e zgjedhjeve kombëtare në vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor. Padyshim që zoti Sulo e bazon arsyetimin e tij tek një referencë e re ose më saktë tek ajo çka është ndërtuar në strategjinë e Partisë Demokratike dhe koalicionit opozitar për Shqipërinë madhështore për lobimin e një kompanie cilën e përmendi, por edhe të individëve me afinicion ndaj presidentit Trump. Në këndvështrimin tim dhe në dijenin time, par edhe në historinë e mandatit të parë të presidentit Trump, ai në fakt nuk e përfshin në agendën dhe në atë që e quajmë misionarizmin, le themi moral, investimin e demokracive në vendet e tjera. Po të shikoni në gjitha fjalimet e presidentit Trump nuk flitet ndonjëherë për nevojën apo proceset demokratike në vendet e tjera. Dhe kjo në fakt është bërë nga momenti kur
u zhbën të ashtu quajturat strategjit mileniumit që ndoqën demokratët Amerikanë. Tani më falë të mbaroj vetëm dhe unë. Të mbaroj fjalinë më pas do kthehem. Unë të thash, mund të jeti, është i munguar i madh dhe mund të mos ketë fare shprehje. Megjithatë keni një pritshmëri për datën 12, një lloj certifikimi simbolik që mund vi nga Shubat. Kemi një precedent shumë të madh. 26 prill 2021, ambasadori amerikan dhe Blinken kanë thënë zgjedhjet e Shqipërisë ti fitojë Edi Rama t'i gëzoj. S'ka bërë kurva ki. Pra nuk mund të flasim për një Amerikë që ka qenë e Reaganit apo e... Po referojmë dy praktikave presidenciale të ndryshme. Sandri, po 26 prill 2021, zgjedhjet ishin shumë të mira, fitore PS-s e merituar. 26 prill 2021. Ku ishte Odiri dhe OSB-ja? Tani, ajo që mendoj unë është më e rëndësishme është që në një moment caktuar, selia diplomatike amerikane në Shqipëri, edhe pse ka vakumin e burimeve njerëzore për shkak të, le themi, tranzicionit që po ndodh aty, nuk ka një deklaratë zyrtare për procesin zgjedhor. Besoj ne do ta kemi dhe në dijenin time është shumë së afërmi do ta kemi një prononcim për atë që lidhet si qëndrim ndaj raportit paraprak të OSB Odirit dhe nga mënyra se si po e përcjellim përgatitjen. E keni fjalën për pritshmërinë e një raporti që deri sot është i munguar nga ambasada amerikane në kryeqytet. Në traditën e ambasadës amerikane e kemi pasur. Sandri, të lutem, mund të ftojmë këtë debat që OSB Odiri me amnezinë e tij, për jo për fajt e tij, po me amnezinë e tij në zgjedhje, na ka treguar më pak se ne ç'dim, se ç'kemi faktuar ne vetë këtu. Edhe ajo prokurori që ka qenë, edhe ato prova që janë mbledhur, ka faktuar më pak. Prandaj them është i tejkaluar. Prandaj është bërë përmbysja. Tani nga pritet nga Odiri, kush e certifikoi zgjedhjet e 2021-shit? Odiri apo Amerika? Që po të them unë? Dhe këtë po ftoj, mund të jetë dhe i varianti që thua ti. Jo. Në praktikat zgjedhore të Shqipërisë, praktikisht është pritur zyrtarizimi i raportit prej OSB Odirit dhe pas kësaj kanë rrjedhur qëndrimet politike të dy entiteteve më të rëndësishme, SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Kjo është një praktik tashmë e formalizuar në historinë e 35 viteve të fundit. 2021 nuk ndodhi kështu. 2021 është një referencë tjetër. Një gjuhë eksplicite dhe konkrete. Ka dalë raporti dhe pastaj kemi pasur pikërisht. Megjithatë, unë po ju kujtoj që nga 20 janari ambasada amerikane nuk ka pasur asnjë qëndrim në raport me asnjërin prej palëve në Shqipëri. Ju më thash që keni pritshmëri. Unë kam pritshmëri. Keni pritshmëri apo informacion? Shiko, që t'jemi sinqer. Ne gjithmonë lexime dhe qëndrimet amerikane i kemi nxjerr nga nën teksti dhe nga teksti drejt për drejt ai ka qenë një tekst. Por nga 20 janari ne nuk kemi pasur as tekste dhe as nën tekste. Nuk kemi pasur sepse praktikisht ky është momenti shumë, le të themi, kulmor i një procesi zgjedhor. Dhe burime shumë të besueshme të emisionit më shkruajnë që në fakt nuk ka pritshmëri që të ketë një reagim nga ambasada amerikane këtë kohë. Unë po them nuk ka tash, por do të ketë them unë për shkak sepse kjo është një praktik tradicionale në qëndrimet e selis ai referohen një historiku të reagimeve që ka qenë i zakonshëm. Dhe këtu keni të drejtë. Këtu mund të jetë edhe shtysa që thash unë e lubimit, patjetër. Unë thash ose është munguar fare se ç'është politika amerikane së botës së fundi, o do të kemi një reagim. Por hir të investimit nga lobimi toni? Patjetër. Shiko, është e thjeshtë fare, ne rrotullojmë sepse unë kam mbuluar edhe OSB-o deri në shoh palë zgjedhje herët kam qenë në raportet e gjitha. Raporti i datës i ditës pas zgjedhjeve, ora 12 Sandri, e dini shumë mirë, është raporti paraprak. Njoja e standardit e zgjedhjeve bëhet në një moment të dytë. 2 muaj me vonesë. Dhe ajo dhe nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë që amerikanët kishin reaguar 2 orë pas raportit të Odirit paraprakut. Tani pse them unë raporti i Odirit është një gjë që e kemi tejkaluar. Koha dhe amnezia thashë e tyre mos thënë një gjë tjetër, do të thënë burokratizmi, mungesa e fondeve, mungesa e thellësisë, mungesa e kohës, kapaciteteve. Ne kemi në Durrës gjysma, 3 deputetë të Durrësit, 26% e votave të Durrësit të vitit të zgjedhjeve 2021-shit ka rënë. 26%. Për shkak të listës së rënë. Për shkak të listës të rënë. Lefter Koka, i arrestua, i dënuar. Jurgis Qyrbja dhe një tjetër. Nxorë nga tema. E keni për Rajën? Jo, Rahman Raja. Jo, Sandri Dovi. Të tre këta. Kur u vu Qyrbja nga i teti në të pestin, a ishte në fushat zgjedhore, a ishte element kriminal,
A duhet flasë Odiri për deformimin e zgjedhjeve? Të lutem Sandi, se shumë e interesant. Ishte deformiteti i momenti që u zbuluar shumë më vonë për shkak të porosive. Dole nga tema, unë për Odirin pres zgjedhjet si janë. Zgjedhjet më tha Odiri 2021-shit kishin problematikën e tyre në Shqipëri. Po korrekton Odirin tash. Çështja është çfarë është ta besoj. Në fakt konstatojnë që raportet e Odir nuk thellohen në problem dhe nuk flasin për evidentimin e problematikës. Patjetër, po kjo është problematika e zgjedhjeve. Qofse zgjedhjet pleksen me krimi, qofse kriminali mua futet në listë të zgjedhjeve dhe Odiri më thotë, zgjedhjet ishin ishin kështu, po mund të ishin më mirë, po s'kan kështu, po kanë standarde, po ka akuza mes liderëve politik, çfarë i vlen qytetarit shqiptar kjo? Unë flas për qytetarin shqiptar me që të kemi njerëz zgjedhje dhe ka marrë një arbitër si Odiri. Ndërsa unë flas për atë që më pyet kolegja. Patjetër për atë. Po, me qënë se shkuat drejt kontratës e lobimit dhe folëm paraprakisht për një mundësi që ndoshta kontrata e lobimit mund tjetë një interferencë në reagimin që mund vi nga Departamenti Amerikan e Shtetit apo në këtë rast edhe nga përfaqësia diplomatike në kryeqytet. Si e keni parë këtë kontratë? Në fakt me njëherë pala tjetër e ka kapitalizuar dhe përdorur, sigurisht do të ndodhte në çdo fushatë elektorale, po publikimi i saj si një formë detyrimi që vjen nga SHBAT, çfarë do të thotë për Partinë Demokratike dhe opozitën në kushtet ku po garon në Shqipëri? Po, shikon. Ka dy interpretime që bën dhe unë nuk dua që të ripërsëris. Unë i përmbajmë asaj që deklaroi kryespektori i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që ende nuk është konsumuar afati kalendarik dhe ligjor për deklarimin e transparencës financiare për fushatën nga Partia Demokratike apo nga gjithë partitë që janë subjekte elektorale në 11 majin. Kështu që në këtë këndvështrim, çdo koment tjetër është politik, edhe është i anshëm. Megjithëse kontrata ka pasur detyrimin dhe ka bërë transparencën e plot, sa ndemi për te oqarë. Pikërisht, aty ka disa gjëra që janë interpretuar edhe në pikpamjen e financiare, por edhe në aspektin juridik. Interpretimet janë thënse dhe kundër thënse. Ajo që do të ishte më e rëndësishme është që në momentin që do të bëhet transparenca për identifikimin e burimit, për mënyrën se si është proceduar etj. Që vjen konform legjislacionit shqiptar, do të jetë një moment i dytë. Nëse do të ketë pika që bie ndesh me këtë gjë, unë e kam thënë këtë gjë. Kjo ne na bën përshtypje sepse është një shumë që nuk ka ndodhur në praktikat elektorale, sidomos të lobimit, edhe pse ka një abuzim me interpretimin e kësaj pagese, e cila nuk është pagesa e likuiduar tërësisht në momentin që është komentuar dhe vazhdohet të komentohet. Pretendimi i parë zyrtar nga Partia Demokratike që ka thënë që është një kontribut i dhënë nga patriotët në emigracion në SHBA, që këtu ha diskutime dhe pa dyshime, do ketë edhe komente, sidomos pasit vjen në dispozicion procedurat e lëvërimit apo të kryerjes veprimeve ekonomike, financiare dhe juridike të kontratës, por deri në momenti që nuk janë konsumuar afatet ligjore të tjerë, mendoj që palët më shumë e përdorin si një akuzë dhe si një kazus për... Dhe kjo duket krete natyrshme në kulmin e fushatës elektorale. Ndërkohë, zoti Alizoti është bashkuar me në studio siç paralajmëruam, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma. Me pak minuta vonesë për shkak të agjendës së ngarkuar që keni në qarkun, cilën përfaqësoni edhe në këtë studio sonte, po hym direkt në temë me ju. Si është dinamika në qarkun e Elbasanit? Si po bëhet fushat kësaj radhe atje me ju? Si vetë Elbasani. Si është? Do të thotë që Se Tomi më falë do të them një fillim, se ne kishim një debat me Sandrin për OSB Odirin. Futet të tëllësi, është certifikus apo së është certifikus? Pa e thënë, fare si Elbasani, shkon do të Odirin Elbasan thot... Atje ka vëzhgusat janë aty. Po çfarë thonë për atë? Pri, një minut. Aty janë vëzhgus, janë edhe personat të BKH-s të OSB Odirit i ke aty. Do ta pyesim zotën Alizoti. I kanë parë ato që i ka parë zotria. Nëse i ka konstatuar. I kanë ngritur këto shqetësimet e raportit sotëm. Jo, Sandri, ne pam raport para pak. E dëgjojmë se e kemi njeriu në terrenin këtu, zoti Alizoti, më tha si Elbasani. Më thoni si është sot Elbasani. Tani ne ka një realitet që i cili është ndodh. Ka dhe një interpretim të realitetit. Dhe zakonisht në për studio, me drejtën e secilit, njerëzit pozicionohen për të interpretuar realitetin. Realiteti që dominon dhe fletë është që Elbasani është qytet krimi. Ka fakte, ka përgjimi, dhe realiteti dytë është që krimi që jeton ka gjatë në Shqipëri, jeton bashkë me pushtetin. Për çfarë i duhet krimi? Shkoj me deduksion logjik, fare, pa bërë analizë fare, pa futur për D, për S, asgjë. Për çfarë i duhet pushteti ose krimi i pushtetit? Sepse pushteti i jep siguri qeveria dhe ai i shërben. Së ndryshe, as një krim, as të Shkodër, as të Elbasan, nuk do jeton të ka gjatë. Jeton se është futur në politikë. Nuk është më vetë dëbot në krimit. Pse? Ndihmon pushtetin aktual,
me parate kokainës dhe drogës për të blerë vota, 2 për të kërcënuar elektoratin. Ka gjë më të bukur për një qeveri narko e cila nuk përdor policinë legale, po përdor krimin. Policia sot në Shqipëri, kupora e policisë, jo policia thjesht, është banda më rrezikshme se vetë kriminale, sepse i shoqëron të gjithë pjesët e krimit, dhe ky është një realitet i ditur. Dhe inspektorët e OSB-s që u kanë pasur, aty është një zotëri shumë i nderuar, që nuk e them dot emrin se mund të bëj dëm. Edhe jam dakord me ty, po ç'kemi ç'bëjmë? E doni bio fare këtu bisedë? S'kemi ç'bëjmë. Ne bëjmë një raport. Nuk kanë ç'bëjnë, prandaj shkruhet ashtu raporti, zoti Alizon. Sepse besoj se ju keni pasur vigjilencën për të lexuar rreshtat e atij raporti, që është gati përsëritës nga viti në vit dhe nga zgjedhjet në zgjedhje. Zonjë, unë nuk lexoj raporte, se unë nuk besoj në raporte. Do thot, unë kam qenë vetë diplomat. Me një nga ata zotërit që pata bisedë thanë, nëse ne do ta bëjmë raportin siç është, Shqipëria ka probleme me BE-n, por Shqipëria duhet të hyjë në BE, su kanë pasur takime ose BE-n, duhet të hyjë në BE realisht, jo virtualisht, do të hyjë si një, pra do t'i afrohet ti grupi me gjëra konkrete, dhe këto janë zgjedhjet. Tani thash, më thoni ju, do po ja them ndërmjet në studio, unë jam njeri civil, jam njeri që bëj politikë. Ç'punë kam unë me kriminala që kanë vrarë njerëz? Pse do të bëj vota me ata? Kjo është punë, i thash, është puna e politikanit apo është detyrë e organeve legislatuese? Unë s'jam as etus, as kriminolog, as polic, as ushtarak, unë bëj politikë. Si do bëj politiku me njerëz tërmantosur aty me 10-20 veta? Si do bëj luç borçe politik me bandat e Shkodrës aty? Ata të vrasin. Pra, këtë e di gjithë Shqipëria. Unë do flas në çdo moment kur i thonë bio dhe OSB-o diri e di këtë gjë, policia e di këtë gjë, gjithë Shqipëria e di këtë gjë, dhe nëpër studio të gjithë bëjnë sikur se din këtë gjë. Jo, zoti Alizoti, ne po ju ftojmë të mos bëni sikur s'dini, po të më flisni me gjuhën e terrenit sepse prej andej po vinim. Kemi pasur një hartë të riskut elektoral dhe Elbasani në fakt ishte me riskun më të lartë elektoral në nivel kombëtar. Prandaj po ju pyesonte, çfarë konstatoni në terren? Po më flisni me një gjuhë që është diskuri një pjesë të mirë të opozitës dhe politikës, që duket sepse është riciklues. Çfarë shihni në përditshmërinë tuaj? Sot, këto javë, këto muaj, keni komunikuar dhe parë më shumë se kur. A është realisht ky faktor kriminal në terrenet e Elbasanit ku ju kërkoni vot? A keni këtë pengesë, këtë ngërç për të t'i kaluar? Po të përdorte PD-ja në 2013, bandat dhe pushteti nuk vinte kurrë në pushtet PS-ja. Këtë e ketë saktë 100%. Sepse zgjedhjet i garanton shteti, i garanton drejtësia, i garanton policia, KQZ institucionet. Nëse këto janë parti shtet, pse nuk e din, pra e lem gjuhën e opozitës. Unë jam opozitar, po unë them, unë përfaqësoj ekipin. Nuk e din shqiptarët, nuk e din të gjithë që gjithë administrata është në terren zgjedhor. Kush nuk e din Shqipëri këtë? Ai që thot nuk e di këtë gjë, dhe ky është problemi, nëse shqiptarët duan ndërtojnë demokraci, flas ata që janë parti. Se unë jam partijak. Dikush që nuk është në parti dhe e shef, le të jetë me PS-n, të jetë me këtë doj. Ai duhet të thotë stop, kjo është demokraci. Si mund fakti që kryetarët e bashkisë vënë drejtuese qaqesh pse ve? Që të marrë gjithë bashkinë, gjithë infrastrukturën, gjithë se çfarë është kryetari i bashkisë në një zonë? Është guvernatori i zonës, është pushteti i zonës. Zyrtarisht nuk janë apo jo? I Beratit është drejtues qartë, drejtues politik. Edhe Shkodra. Edhe Shkodra. Pra, ke shumë. Tani çfarë duhet të them dhe kjo dëgjoj. Jo, me konstatimin tuaj i bie që mbretërimi mund të jetë i pafundëm nëse ka këtë lloj imuniteti. Jo, po them realitetin. Dhe funksionon kaksisoj. Po pyetet për realitetin. Pushtetet duan të kenë një gjatësi pushteti, përdor kanë gjithçka dhe që ka krejtësisht e lexueshme normale. Pse ka pasur një studim për Bashkimin Sovjetik i cili mund mbite në vitet 80. Kush e mbajti deri në 90? Mbajti KGB-ja me Dajak. Pse Enver Hoxha në Shqipëri po të votojë? Mund të rritë 50 vjet, mund të rritë 20 vjet e ikte. Po normal, pushteti mbahet me dhunë, mbahet me forcë. Këtë rast mbahet me para edhe me dhunë. Atëherë pse u bë këtë zgjedhje sepse kështu do na thoni në datë 12. I mbuam zgjedhjet sepse ishte krimi, ishin bandat, na i vodhën, na i manipuluan, deformuan vullnetet e zgjedhësve, u përdor administrata. Atëherë ku është diferenca? Kemi katër palë zgjedhje që e dëgjojmë këtë gjuhë. Ju mund ta dëgjoni edhe 40 palë zgjedhje. Kjo s'ka lidhje. E vërteta nuk ka të bëjë se dëgjoni ju apo unë apo Arjoni. Nuk është e vërteta me të dëgjuar. Ajo është. Tani, nëse Shqipëria s'është në BE, pikërisht për këtë s'është në BE. Nuk bën dot zgjedhje. Kaq, ky është një fakt. Jo, por na thonë që Shqipëria në 2027 do të pjesë dhe me këtë po bëhet dhe fushat. Ju e dini që kur e fjala e Partisë Socialiste është pasaportë europiane. E keni dëgjuar besoj këtë, pavarësisht se s'keni kohë të lexoni në këtë javë. Kam dëgjuar nga zoti Rama, për mua, unë nuk e di ka njerëz me mend në Shqipëri që mund mendojnë që zoti Rama është politikan. Në të gjithë historinë e këtij kombit, kur nuk ka dalur një prijes, një drejtues, ti thot nga veriu në jug njerëzve jeni budallë. Jeni çyryk. Se fjala çyryk do të thotë të marr. Në Shqipëri nuk ka më politik. I gënjen mendja kujdo që shpjegon, unë nuk kam lexuar, majsa kam lexuar, në asnjë manual politik, në asnjë koncept politik,
që ti të fitosh zgjedhjet të shkosh të thuash njerëzve je budalla. Më tha një grua që burrë është budalla. Kjo është politikë. Nuk mund diskutoj me njerëz tillë, nuk është më politike. Nëse e gjithë PS-ja ka urdhëruar ekipin e saj mos dalin në studio televizive, nuk është më politikë, ka ikur nga skena politike. Pse ka ikur nga skena politike? Për të bler vota me gangsterët. Ka ikur nga skena televizive, por në fakt po qeverisë do të realizojë. Shikoj, dakor, ajo mund për qeverisë kushdo në botë. S'ka qeverisë nuk do të thotë, ne po flasim për demokraci, në çdo vend të botës. Edhe në antik, nuk kanë pas televizione, dilnin përpara popullit dhe debatonin. Kush ishte më i zoti, mbështesë turma. Tani, në gjithë botën, ku zhvillohet debati politik? I keni parë në Itali, në Gjermani, në Amerikë, ka debate, ka televizion. Unë do diskutoj me PS-n, unë nuk mund diskutoj me ju, me gjithë kënaqësinë. Ata s'dalin. Megjithëse jeni detyruar diskutoni me ne sonte në mungesë të kundër rivalit tuaj nga Partia Socialiste. Do diskutoj me ju, sesa diskutoj me ata që hajnë mish. Por detyrimin që duhet ta kishit të diskutonit me ta. Kjo është politika, pra se ne do diskutojmë njerëzit që do votojnë nesër, do thonë, ky Alizoti e ka mirë apo e ka shtrembur. Do të diskutojmë me zotërin përballë, me një tjetër përballë. Do diskutojmë, kjo është politika. Rrafim alternativat, pozicionet, konceptet dhe njerëzit vendosin. Ata janë fshehur. Pse janë fshehur ata? Ata gjithë janë hajdutur më thoj. I ka fshehur, i ka thënë, po të dalim ne, humim pikë në publik. Ne fshihemi, marrim administratën, fusim ça para, kombinojmë ça, bëjmë ne lobinga, ne edhe marrëm muhabeti kështu fitojnë zgjedhjet në Shqipëri. Doni më qartë se kaq, se po e them bio fare. Duke ardhur nga terreni, më bio është më mirë, prandaj po e them. Policia cilat janë pengesat që hasnin në përditshmërinë. Gjithçka. Çfarë është pragu i pakapërcyeshëm në të kërkuarit e votës në Elbasan? Si Elbasani është Shqipëria. Problemi është që unë e shoh më thellë, unë e shoh më me shqetësim, se s'po flasim për PD. Unë e shikoj me shqetësim. Tani, të marrësh fëmijët nga shkolla për një aktivitet që bën ti, nuk je më burr shteti, nuk je më politikan. Njerëzit i kanë çuar fëmijët të mësojnë atje. Nuk i kanë çuar, ata janë fëmijë të vegjël, 15 vjeç, janë të paformuar psiqikisht. I 16 vjeç ti marrësh atje që të bësh ti miting të rish pushtet. Pra ky është degradimi edhe i shoqërisë shqiptare veç politikës, sepse njerëzit do të thënë stop, u bë 30 vjet që ne pretendojmë të bëhemi një shoqëri demokratike. Këto janë banalitete, mos them afrikane fare, se nuk mund ndodhi më kjo. Në këtë lloj procesi ka vetëm një armë. Unë shpresoj shumë tek zëmrimi popullor. Në qytetin e Elbasanit, por edhe në përfshatrat, të cilët deri dje, sidomos rreth Elbasanit, janë shquar që kanë pasur tendencë të majta, ka mlef të madh. Janë të varë për njerëzit në Shqipëri. Pra zëmrimin e konstatoni në terrene. Pyetja është a do ta konstatoni në kutinë e boftimit në datë 11? Kjo po ta dia këtë 100%, unë nuk jam ata që thonë do marrim 20.000 mandate. Unë nuk hyj në këtë, nuk jam ky lloj grupi politikanësh. Unë mendoj dhe besoj që zëmrimi popullor këtë herë është shumë i madh. Sepse është mbi gjysma e shqiptarëve rrugës së botës. Ka dalur i pari vendit që don, unë atë e survejoj, don mandatin e 4. Nuk ka një fjalë për bujqësinë, nuk ka një fjalë për ekonominë. Thot pasaporta europiane. Kush e njeh procesin e integrimit është mashtrimi më i madh. Shqipëria nuk ka mbyllur asnjë kapitull për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ka disa kapitull. Elizoti besoj se nuk ka nevojë ta njohësh mirë procesin e integrimit për të kuptuar që pasaporta europiane nuk është një zotim partijak. Është një iluzion, është një mashtrim i madh. Ai e tund këtë. Shikoj, për mua ishte në kaos politik, unë nuk e shikoj më problemin të ai. Unë e shikoj të reagimin njerëzor. Njerëzit janë të trembur, njerëzit janë të mlefosur dhe unë shpresoj në 11 maj që kjo votë e madhe të bëjë ndryshimin. Për struktura, për OSBE, për këta, unë biles i kam takuar për kortezi, se unë ja u kam thënë, këtë herë ishte takimi shumë simpatik, ishin 2 zonë i lerë që pasi mbaroi takimi protokollar, folëm anash, ku thanë, këtë drejtë, Shqipëria, ne bëjmë një raport, pra kjo është e vërteta, dhe e vërteta është mbi televizionin, mbi ilustrimin, mbi skenën, mbi interpretimin, mbi analizën. Ajo është aty. Shqipëria është një vend kriminal. Fatkeqësisht. Arte dhe SDF-ja patën emision dhe ato janë stacione shumë të rëndësishme. Nuk janë, tani do ta them modesti stacionet tona. Shumë të rëndësishme. Nëse SDF-ja në prime time të nxjerrë dhe thot drog, dollar, diplomaci dhe rama, do të thotë që ti ke pullën e kuqe, sepse zbardhja e atij dokumentari shkon te zyra kancelarit, te zyra ministrisë jashtme, Shqipëria është në këtë situatë. BND ka pasur një fjalim që thoshte kokaina e Shqipërisë ka helmuar Hamburgun, Rotterdamin. Ta janë Shqipëri të gjithë. Zakonisht ne kemi etiketuar si tabloide roz dhe jo serioze kur kemi dëgjuar etiketa të tilla për Shqipërinë dhe ju e ministri brendshëm, ti ke 2 ministra të brendshëm, i pari u akuzu për narko, i dyti pritet del në përgjime me njerëz me vrasës. Çfarë çudi e ka këtu? Këtu janë zbardhur gjitha. Tu është zbardhur gjithçka.
Dhe unë e thash dhe njëherë, një njeri civil, një politikan, i çdo lloj partie qoftë ky, që do shkojë të bëjë betejë me miliona, miliarda dollar me njerëz të killer, të cilët s'kan lidhje me politikën. Jo, duke se çudi nuk ka më në konstatime. Por kjo është e vërtetë që është nëse do të flasim për mundësinë e ndryshimit sot. Mundësia e ndryshimit, e thash edhe një herë, është shoqëror, është popullor. Dhe nëse njerëzit duhet të reagojnë, për mua duhet të jo se unë, dhe fatkeqësia ime është që unë jam tani në fushat, që për të thënë mendimin tim natyral, jo pozicionuar. Dhe po përpiqem të kombinoj mendimin tim natyral me atë të pozicionit ku ndodhem. Dua të themi gjë, për mua është shumë e rëndësishme që ne të kemi demokraci në Shqipëri. Kjo është për mua parsore, sepse ndryshe si vend, do shkojmë drejt shkatrimit dhe degradimit. Nuk po prodhojmë nga demokracia dhe njerëzit që nuk janë të paktën parti aksion, po që janë analistë, që janë mentar, duhet shkputën dhe ata nga interesat e tyre, të mbrojnë të mirën publike, siç e bën elita, siç e bën dhe qytetarët poshtë. Kështu ruhet demokracia. Demokracinë nuk e ruan dot një opozitë. Nuk e ruan dot as Alizoti, as X, as Berisha, as Y, me gjithë gjunahet që kanë. Demokracia është një produkt që e kërkon gjithë shoqëria. Në Shqipëri sot është në rrezik. Pastaj ka dhe një gjë. Ku është rreziku i madh i Shqipërisë në demokraci? Po eliminohet është rrezikuar një element që është shumë i rëndësishëm në demokraci, është rotacioni. Nuk ka ndodhur në Shqipëri mbi 2 mandate. Dhe rotacioni është thelbi i demokracisë, që të lëvizin pushtetet. Prandaj ju fola për mbretërimin e pambarimt në qoftë se do të ketë vullnet nga pushteti. Të futem në fazën time partijake, unë jam i bindur që ai në Shqipëri nuk fiton më. Kjo është bindja ime dhe unë e shumë kolegë mi punojmë që ai të mos jetë në Shqipëri. Që Shqipëria të shkojë në një proces tjetër. Sot Shqipëria ka shkuar drejt çmendurisë. Pra u bë vite që njerëzit edhe në 90-ën dhe në thecan ne ka pasur debate politike mbi ekonominë, mbi Shqipërinë, mbi kombin, mbi gjithçka problemet që ka një vend. Sot diskutimi publik ka vite që është zhdukur. Rrezikojmë totalisht lirinë e këtij vendi, rrezikojmë stabilitetin e këtij vendi dhe është hera parë që unë jam i shokuar në maksimum kur shikoj një njeri që bredh nëpër Shqipëri dhe thot ti budalla, ai budalla. Ti i marr, a ky i marr. Ti bretkos, ai zhab. Kjo është shmëndi, kjo nuk është politikë. Rreziku është nëse të marrët do ta votojnë masivisht për qëndruar në pushtet autorin e këtij tokfjalësh. Besoj që të marrët, unë besoj që është shumë e kombinuar kjo gjë, është shumë komplikuar. Por çdo gjë e bukur apo e shëmtuar ka një fund. Dhe unë mendoj që fundi politik e Ramës ka kohë që ka mbaruar. Tani unë mendoj që ai nuk vazhdon dot më. Duke parë dhe fushatën, që nxjerrin se që është banalizuar në maksimum, nxjerrin se njerëz që përqeshen, bëhen çfarë mund bëjnë analizë politike me dikë kur nuk kam asnjë koncept politik nga pala përballë. Dhe nuk më pëlqen gjë. Kjo është ndjesia ime. Që shikoj shumë studio analistë që thonë po PD-ja. PD-ja me gjithë këqija gjunat e vetë ka vënë një program me 5-6 pika, ku thot bujësia, nafta, kjo X, Y. Ai tjetri thot zhab, bretkos. Po, dhe kësaj të bërit fushatë shkrete pa barabar, zot Elizabeth. Nuk është fushat, nuk është politikë, edhe njëherë po e them. Më të gjeni një manual, një libër politik që të fitosh zgjedhjet, do t'i thush ti je bretkos, çfarë them unë, ti je gjiraf. To janë kopsh mirë, kjo është psikiatri. Ti nuk ka më lidhje, ma gjeni dikë, unë nuk e me sa ndjek unë, ose mund të ketë dhe në vende të tjera, unë nuk e shoh këtë gjë. Pastaj kjo që të çetisësh nëpër qytete dhe t'ju thuash njerëzve të marrësh zonjat atje, këto gjëra të shëmtuara dhe të neveritshme sytë e mi. Ti marrësh dhe thuash që burrat tua janë gjysma në qyryk, ti që e ndarje grua e mirë, kjo nuk është më politikë. President të pazakont dhe fushat e pazakont, po a gjeni aksidentale këtë retorikë të ndjekur, pra diskuri i kryeministrit nuk ndodh shpesh që të jetë i paqëllimt ose i ndodhur aksidentalisht. Aq më tepër kur këto rrjedhje janë të shpeshta dhe jo sporadike. Pra gjeni një shpjegim për përdorimin e këtij lloji diskuri gjatë fushatës? Unë mendoj që kjo smundje ka filluar si smundje e butë dhe dashish në fazën e saj finale. Kjo smundje ka marrë pjesë interesa totalisht financiare, një pjesë e madhe e televizioneve është e përfshirë në interesa financiare, një pjesë e madhe analizëve e interesa financiare, dhe çdo gjë që bën ky njeri që mund t'i paguajë, ata e mbrojnë. Kjo s'ka ndonjë gjë dhe ka filluar degradimi në perceptim. Pa lëre se ky kështu ka si natyrë. Unë ka bërë një përshtypje në Prenjas, për shembull, Librash, janë zona afër Maqedonisë Veriut, njerëzit janë, unë ka bërë një përshtypje që fermerët janë shumë eksakt, duhet dinë ku është ndihma e shtetit, sa do shkojë nafta, si është azhurnimi i tokës, pra janë shumë konkret në plane. Janë profesionistë sepse me atë jetojnë.
Dhe unë pyeta, dje kam folur me një ekspert bujësie që dhe ai të më tregoj, se unë nuk e njoh bujësi, nuk jam agronom ta njoh, por për kulturë më tha që 24 milion euro që janë harxuar për subvencionimin të cilat vinte nga fondet e IPART. 24 milion euro për inceneratorin e Elbasanit. Atë inceneratorit. Sikur i thasht, e pyeta, në qarkun e Elbasanit 24 milion euro të hidheshin në industrinë bujësore, pra vaditjet, kanalet, a mundet kjo të shkonte në rangun e Greqisë apo të Italisë? Më tha, me 24 milion euro, qarku i Elbasanit bëhet në nivelin e Italisë me që industria, që bujësia shqiptare të jetë, përfras në teknik, që të këtë nivel. Ato 24 milion euro kanë shkuar atje, ai inceneratori nuk ndizet, është plot me plera. Pra këtu nuk ka më krim, nuk ka genocid me paratë e njerëzve. E ta mendoni që inceneratori nuk funksionon. Dhe prandaj ata që hanë mish nuk dalin këtu në studio ti thon këto gjëra. Realisht si bujësia e nivelet e Italisë. Zoti Çipa, zoti Sulo, pyetje për zotin Alizoti, zoti Çipa po e nis me ju. Zoti Alizoti është një stof tjetër në raport me një pjesë të madhe të kandidatëve, për shkak edhe të backgroundit, por në mënyrë të veçantë për mënyrën se si me aq qytetari e bën politikën. Është në një rreth ku ne kemi diskutuar dhe është i përfshirë në hartën e risjeve të mëdha, krimit të organizuar dhe përdorimit elektoral të krimit të organizuar. Fakte kemi diskutuar bashkë në këtë panel dhe është në krye të listës së riskut. Këtë kam parasysh dhe prandaj po i referohem. Dhe duke qenë kaq fragjil, kaq delikat, në një terren kaq problematik, ajo që mendoj unë është që është momenti që e para njerë opozita ndoshta dhe të ndryshojë strategjinë për të përballur me identifikimin dhe ekspozimin qoftë sofistikuar, aq sa i sofistikuar është krimi elektoral në Elbasan. Cili mund të ishte komportimi i ndryshëm i opozitës sipas jush që ndoshta mund t'ia jepnin dhe si rekomandim? Nëse kanë këtë shqetësim, gjën e parë që duhet bëj, nuk mund të zgjidhet, është e drejtë ajo që thotë që nuk zgjidhet me OSBE Odir, por mund të kërkohet specifikisht një strukturë e posaçme për mbikëqyrjen e procesit zgjedhor, që është ekstra dhe shtetëror. Struktura e cila ekziston sot pretendohet që është në terren me të infiltruar. Çfarë ti kërkosh sovranitetin? Ti të sovranitetin, ti lësh zgjedhjet. Jo, nuk është çështje e sovranitetit. Ktu është ka mënyrën se si, sepse mënyra se si lobohet për janë institucionet strukturat elektorale partijake. Nuk duan ta bëjnë. Po pra këtu është çështja. Jo, nuk do të bëjnë, janë me ata. A janë parë se mos do ta bëjnë është mirë. Jo, shikoni. Unë mendoj ndjesë të ndërprerë. Jo, s'ka ne të njëjtën gjë po them. Meqense është stigmatizuar Elbasani si kam qenë më pak se kritikuesit e ndër të paktën, në asnjëherë s'kam pas në një lloj vlerësimi për Spakun, por se kam kritikuar, se kam thënë nuk e le të vazhdojmë procesin e tij. Spaku për mua bjen pas zgjedhjeve. Nëse Spaku tani nuk arreston të gjithë për them bosat dhe bobat e të krimit, të cilët e din, e kemi ne super informacione, jo Spaku. Tani që mos prishi zgjedhjet, dhe nëse rezultatit del ndryshe, dhe Spaku të bëjë interpretim, për mu Spaku në Shqipëri nuk ekziston. Zoti, ju e dini që Spaku është në një fazë qetësie në këto ditë fushatës elektorale. Dhe kjo për të mos afektuar fushatën e asirës prej palme. Jo, shua. E mbani mend se kemi qenë... Sidomos rreshtat e politikës, po flas, me qëse kishte një fushatë intensive. Kemi qenë në studio dhe kemi diskutuar gjithmonë dhe me kolegë, nuk ata që janë, ka qenë dhe zënë lërë të tjerë, që kam thënë që unë nuk besoj. Pse nuk besoj? Sepse ndryshimin e shoqërisë nuk mund të vijë vetëm nga një strukturë gjyqësore. Shqipëria është një vend i vogël dhe i lidhur me interesa. Pse them me interesa? Është e vështirë që një strukturë gjyqësore, çfarëdo që të prokuroria të godasi kryeministrin. Kryeministri i Shqipërisë është mbreti real i Shqipërisë. Ka 1000 interesa. Ju heq atyre një pra grad ti nga puna dhe Shqipëria është e vogël. Tani nëse Spaku do ishte efikas, nuk duhet të merret me peshqit e vegjël. Kush piu kafe, kush mori naftë. Po Spaku duhet merret me grupet kriminale. Për mua sot grupet kriminale nuk janë më grupe kriminale. Megjithëse Spaku nuk e ka target as kafen dhe as karbon. Ka kur duan ata bëjnë teatr te ai tapeti ku që ju ne dalin që jep një lajmet ju këtu se atë pun keni. Po ne japim lajmet kryesisht për abuzime në miliona euro, as për kafe, as për karbon. Për mua është teatr ky. Ky është teatr. Pse? Sepse ato nuk janë më banda, ato janë kartele. Ato kanë vendosur drejtorët e policisë. Policia është e përfshirë dhe këtë e kam nga ekspert policie. Dhe unë kam pasur një debat në policinë herën e parë në protest, policët e thjeshtë, ndershëm, më kanë takuar fshetës dhe më kanë përkrahur. Madje kur hynë që natën që lëvizën për Elbasan, më takojnë policët e thjeshtë, se ditën kanë frikë më takojnë. Se nuk i duan. Se din që kupola e policisë, jo e gjitha, po një pjesë, është pjesë e bandave se paguhet mirë. Dhe
Këto lloj bandash kriminale, për mua janë kthyer në organizata destabilizuese, janë organizata terroriste. Pse? Se futen në destabilizimin demokratik shoqërisë. Nuk merren vetëm me krimin, siç ka shumë vende të botës. Ato kanë hyrë dhe përcaktojnë fatin e zgjedhjeve në Shqipëri. Në çdo vend. Pra, gjithse mua më kushton edhe thjeshtësia me të cilën thoni që është realitet, se po hierarkia e strukturës së policisë së shtetit paguhet nga bandat kriminale sepse paguajnë mirë. Po të pyesni ju polic ose po të bëni se këtu nuk ka emision, se studios sa thot njëri kështu në një far undercover. Jo, jeni në një emision ku thuan të Jo, nuk e bëni dot ju pra të keni një ekspert policisë, nuk e thot dot se ky është Shqipëria është e vogël, po të bëni një undercover si tip detektivi, po ta thonë këtë gjë. Kjo është, do të shikoni në zgjedhje, merrni një element. Ja ku janë dhe këtu dy zotrit. Nëse do dalin njerëz anonim, jo publik, më të votuarin. Çfarë shpjegimi ka kjo? Më thonë se kjo është politik. Pra që të jesh në politik është një investim 10 vjeçar, 20 vjeçar, 30 vjeçar. Janë politikanë të mbyllura. Nëse njerëz anonim. Anonimat janë kryesisht në lista të mbyllura kësaj radhe, kanë ndjekur taktik tjetër Partia Socialiste. Bravo. I ka caktuar bandave persona anonim për i thënë tregoni potencialin që keni nga lista hapur. Dhe do mblidhemi këtu, do diskutojmë dhe do më thoni, merrni analistin më të mirë në këtë javë, më thotë, po si ka mos i dikush që ka një vit në politik, pas ka dalë më i votuar se drejtuesi i qarkut. Ose më i votuar se Rama. Se ka qenë precedente edhe me votën preferenciale, ju e dini mirë. Po mirë, atëherë çfarë është kjo? Ja, pra kjo është ajo që them unë. Është kaq lehtësisht të shpjegueshme në mënyrë racionale të arsyeshme, saqë këtu nuk është çështje analize. Nuk është kaq lehtësisht e ndëshkueshme, meqense është e verifikueshme, evidentueshme edhe denoncueshme. Opozita nuk mund të bëhet një grup guerrill. Jo, opozita nuk është e tillë. Pavarësisht se në zgjedhjet e fundit kishte një katrahur deri në vrasjen e Elbasanit. Ka shumë njerëz që thonë demokrat ose njerëz që duan ndryshimin që thonë ju na i ruani dot votat ne se votat tona vidhe. Tani sepse ju e tentuat këtë me një strukturë dhe kishte një tragjedi. Jo, por ta them edhe një herë. Ne nuk kemi organe ligj zbatuese, është shteti, është policia, është drejtësia që ruan dhe garanton sigurinë, stabilitetin dhe demokracinë në vend. Tani nëse ne kthehemi një grup militar, paramilitar, i bie që të kemi luftë civile në Shqipëri. Tani kjo gjë në këtë mënyrë, nëse uniki dhe njerëzit votojnë, po themi për Ali Zotin, për mendimet e tij, për ekipin e tij, dhe vjen dikush në fund i vjet ata. Dhe del njëri anonim më i votuar i gjithë dynjas. Tani ç'të bëj Ali Zoti? Edhe shumë Ali Zot të tjerë. Atëherë, unë po të isha për partinë, unë jam radikal, po nuk po ja them televizorin tuaj. Nëse tallen me raporte dhe tallen me ata që kanë, po doja të ripozicionohet ndryshe. Nuk them dot nuk ta them dot në studio tani. Se dhe kjo tallje me njerëzit pafundësisht, se hyn policia po. Po jo, derisa më përmendi opsionin e çështjes radikal, do duhet më thoni. Si e mendoni radikalizmin? Nuk e them dot Alba, e kam shumë vështirë. Këtu e kisha edhe unë Alba pyetjen për ta ngacmuar zotin. Për radikalizmin e kishit edhe ju apo e kishit edhe për denoncimin e tij? Të gjitha këto e tham dhe pjesën e parë, pa qenë se ju shterova dhe argumentet duhet. Jo, po kjo ishte këtë po diskutonin, po ky është një rreth vicioz ama. Dhe duke qenë një rreth vicioz, duke qenë i përsëritur, u mbet edhe vlerën në kuptimin e edhe të diskutuarit, atë që po thoshin për rezolutën, për raportet për OSBE-dirin. Po, e zënjes vend e reagimit që duhet të jap te qytetarët. Që nuk jep, ajo është tjetër. Të ndërhyra dhe dje se fola shumë. Po tani kur të thot eksperti i OSBE-s, që unë jam dakord me ty, po s'kam ç'të të bëj. Tani ç'të them unë? Kjo është bisedë konfidenciale, unë s'tem emra. Tani ç'të them unë? Ky është realiteti shqiptar, le ta dinë njerëzit tani të reagojnë ata që na shikojnë. Ky është realiteti i Shqipërisë. Nuk ka reagim dhe ky është problemi. Kaq tash. Më fal që ta ndërpreva. Rrethi vicioz që këtu nuk indinjat, nuk ka indinjat. Në për akti më të madh. As do kthehet në vot. Ky është problemi, por me që kemi zotin Ali Zoti, sekretar Qarku, si një nga eksponentët e Partisë Demokratike, te kjo e kam një pyetje, domethënë për ta bërë konkrete. Dakor, po mos po kthehet Partia Demokratike, opozita në llojin, në fasadën e këtij sistemi të krijuar mbas 2017-s midis politikës, oligarkëve, krimit dhe duhet edhe se ne kemi një debat, thotë. Debati është aktori i tretë i kësaj skene. Unë po e nis nga vetja. Media ne kemi, thotë, ja ku jemi në media, po rrafim debat, një nga shtyllat. Po edhe zgjedhjet është opozita, kemi zgjedhje pluraliste. Standardet ai se i shikoi thotë OSBE-ja çka? Pra si mund dalë opozita nga ky shërbiim vicioz? Jemi bërë sisteme fasadit opozita media? Ja, unë mendoj që ja, opozita po qëndron. Opozita dhe gjithë shoqëria bashkë me opozitën në këtë lloj sisteme që janë hibride dhe kur janë narko, që janë shumë të rrezikshme se paraja është në fuqishme. Dhe duke qenë hibride, gjys shtet, gjys narko, është dhe kërcënimi është më i thjeshtë ta bëjë një grup kriminal se ta bëjë policia, zyrtare.
Pra, kjo situatë është shumë problematike për të gjithë demokracinë, për analistët, për televizionet, por kjo do të çojë më në fund në një radikalizim. Kjo do jetë hera fundit që PD-ja dhe opozita, nëse ky proces do masakrohet, që unë nuk besoj, që ai do ketë durë, do futën durët pa fund, dhe unë besoj në ndryshimin, jam i bindur se shikoj zemërimin popullor, kjo do prodhojë në Shqipëri një radikalizim shumë të madh, sepse një parti e cila nuk prodhon politik nuk mund të qëndrojë më, dhe një shoqëri e cila dhe një opozitë e cila që vetëm do thotë e vodhë nuk mund të vazhdojë më. Dhe unë them që ky është momenti që PD-ja, opozita mbar, të shpërthej bashkë me njerëzit dhe të bëjë ndryshimin. Pastaj kalon në një fazë. Radikalizim që mund ta ketë gjenezën tek opozita, pra mund të mbajë një pjesë të përgjegjësisë dhe autorsisë. Sepse edhe një herë them, ne nuk mund tani nëse më pyesni mua shpirtërisht normalisht mua vjen shumë keq. Nëse shumë njerëz të nderuar, shumë kolegë punojnë, kanë mbështetës, dhe dalin disa analfabet, që janë miqtë e policisë dhe miqtë e Ramës, dhe shkatrojnë gjithë procesin. Një qytet që ka qenë normale, qyteti gjuhës shqipe, qyteti që është shpallur pavarësinë para pavarësisë, i belerëve të mëdhej, ta kontrollojnë ca ordinar, po kjo është tragjedi. Dhe unë besoj që qyteti, me këtë që kam dakord, do reagoj fuqishëm në vot. Nëse do ketë transformim masiv në vot, pastaj opozita duhet të reagojë në çdo mënyrë. Unë kam këtë bindje. Ju po flisni për epizode konkrete që natyrisht do të meritonin edhe denoncimin. E keni bërë, e keni kanalizuar zyrtarisht, keni pasur nevojë të bëni denoncime zyrtare deri te drejtësia sot që flasim? Të cila drejtësi? Një drejtësi kemi. Këtu nuk jeni para zgjedhjeve. Këtu jeni para fakteve dhe këto institucione. Ka shumë kolegë të mi që e bëjnë këtë gjë, po unë nuk i besoj kësaj drejtësie. Pra unë mund të them haptas, nuk besoj. Që do thotë se denoncimet që mund të shihni ti konstatoni dhe do bëjmë dhe ne ca denoncime siç i kanë bërë ata, do t'i mbyllin, po ju keni dosjen e donin të bënin këta problem zgjedhor? Keni ju dosjen e Dibrës që dalin gjithë thonë bravo Allah dhe kështu. E keni folur për 184 dhe 339. Pa to janë një histori e mbyllur. A kanë më eficiencë nëse 184 dhe 339 do të jetoheshin sot? Ligji dhe drejtësia është shembull. Nëse dikush guxon kështu që thotë jepi dhe me një dënim, s'po them maksimalin, po një super dënim, nuk e prek më votën. Po nëse do të ishim te anticipimi dhe parandalimi dhe jo post gjakderdhjes. Pra, a më kuptoni zonjë që spaku është jo prezent, jo efikas? E keni konstatuar ndonjë nga këta që konsiderohen të infiltruarit e SPAK në terren, meqense thuhet që janë kudo në zona zgjedhore ku bëhet fushat nga palët? Ku janë, se unë nga atje vi ku janë, që do infiltrojnë? Ata hanë vetëm pisa dhe BD-ja, ku do infiltrojnë? I kanë ata banditat, shkojnë i kapin, kaq që shkuj infiltrim si James Bondi. Pra, e mbushin mediat me pralla. E hipnotizojnë këtë popull. Është pjesë e strategjisë që ata kanë bërë publike. Mund të jetë edhe prallë, po si rregull do duhet të ishte në terrenet tuaja, aty ku veproni dhe kërkoni votë. Kafe me ne? Nuk e di. Ato e di ku janë banditë, di kafën, marrë mohabet. Pra është shumë e thjeshtë. Elbasanja nuk është New Yorku. Elbasanja është qytet i vogël me ca fshatra, ku të gjithë njohin të gjithë, si çdo zonë e Shqipërisë, e din kush është Xharioni, kush është Omori. Spaku i di ai milion herë më mirë se ata, dhe kaq kjo proces mbyllet. Kjo ishte mbyllur po donte, po nuk do mbyllet. Do kabin ca hallexhi, që ti thon telefon e po jepi kafe më ta pi kafen. Kemi mall zgjedhor. Të janë prallë. Ktu është banaliteti. Dhe unë kam thënë në studion tuaj që institucioni më qesharan Shqipëri do bëhet SPAK. Dhe do marrë nuanca, tilla se ka marrë gjithë para ndërkombëtar. Do 75% 80 kredibilitetin qytetar. Edhe më shumë se sa ju subjektet politike. Nuk e besoj këtë fare, se nuk i di këto të dhëna, këto sondazhe nuk i besoj hiç, por nëse drejtësia bëhet gjykatë popullore, kurrë mos u bëft. Se drejtësia nuk është gjykatë popullore. Kanë thënë dhe dikur në Shqipëri armiq militar. Drejtësia është diçka filozofike, konceptuale, procedurale. Pse populli vendos kush është fajtor? Jo. Nëse njerëzit kënaq, unë mendoj që edhe Velia që hyri atje, futi Big Boy. Ku është Big Boy? Kush është Big Boy? Është ky që thotë deri të marrë këta, po tani kjo. Keni fjalën për kryeministrin? Po, për kryeministrin e famshëm për këtë tjetër. Unë këtë mendoj që se sot që jam shumë legjera, po kjo është realiteti dhe nuk ka nevojë të rrotullohem, të shtrëmohem. Është kaq e lehtësueshme situata dhe kur vjen nga terreni, kur jeton në Tiranë i mbyllur me mendimin tënd, me miqtë tu, me analizën, mendojnë që ky vend gënjen veten. Kur del në terren kuptojnë që ky shtet është një teatër i madh. Tani unë po ju pyes me qëse kur flasim për Elbasanin në veçanti, po jo vetëm për Elbasanin, duket sikur bandat elektorale, krimi dhe përdorimi i administratës kthehen në kryefjalë, po aty ka njerëz që jetojnë dhe menaxhohen, të cilët kanë nevoja jetike. Çfarë kërkojnë këta njerëz? Çfarë kërkojnë elbasanllit për jush sot?
Elbasalit dhe gjithë shqiptarët kërkojnë që Shqipëria të jetë një vend me ekonomi më të mirë, të jetojnë më mirë, të ushqehen më mirë, të kenë siguri, të kenë shëndet më të mirë, të kenë punësim, siç kërkojnë gjithë bota. Dhe shqiptarët njerëz si gjithë tjerët janë. Këto nuk ndodhin në Shqipëri, sepse nëse Shqipëria është kthyer gjithë parti shtet, nuk prodhohet me ekonomi, nuk diskutohet për vizion ekonomik, Shqipëria do varfërohet. Pse ja u thash që çfarë ndodh në fushat politike? Palët konkurruese, ata që garojnë në këtë garë, shpalosin programin. Dikush thotë unë e bëj më mirë, dikush thotë unë e bëj akoma më mirë. Ne këtu nuk po kemi, këtu kemi vetëm përbaltje, kemi absurditete. Dhe nëse vazhdon kjo qeveri, pa një koncept për bujqësinë, një koncept për turizmin, një koncept për ekonominë reale, një vizion për kombin shqiptar, kjo pasazh është dështimit. Dhe kjo është kthyer një industri, blerje vote, krimi organizuar, me të gjithë shtetin administratën. Kjo nuk i bën mirë as PS-s, as socialistit, dhe unë këtë herë këtë po them, në zonat majte që kam shkuar, njerëzit nuk e duan më. Dhe unë jam i bindur, shpresoj që pas 2 javës sa ka ngelur, kjo të kthehet në ndryshim të madh dhe mendoj që çlirimi real i Shqipërisë ndodh me 11 maj. E di pse e them, jo se do bëj çuditje opozita se nuk i bën dot dhe po të doj. Po Shqipëria të paktën ka një çlirim i Shqipërisë nga krimi organizuar. Krimi organizuar nuk duhet ketë asnjë lloj të drejtë të përcaktojë, ketë përcaktim politik. Kur si për PS-n për PD-n të jetë një gjë a priori, kush kriminal guxon të futet, burgoset dhe zhduket politikisht përjetësisht nga skena politike. Nuk mundet të ndërtojnë vendin të ardhmen i kombin horrat. Le ta ndërtojë dikush i PS-s që ka vizion, dikush i PD-s, kushdo po njëri që është politikan. Janë bërë bosat e krimit këtu sikur janë mendimtarët e Shqipërisë. Ky është një problem kryesor. Kështu që ky është përfshirë, janë përfshirë kudo. Dhe nuk janë ata. Për mua është kryeministri, i cili ka shumë të thjeshtë të operojë me ata, se të operojë edhe me partiak të vetë, të cilit mund të kenë një vizion politik dhe i më thotë çak ta që më lodhin kokën. Thjeshtësi pragmatike bashkëpunimi. Deri këtu kemi arritur në politikën tonë. Zotëli Zoti, më thatë që qëndroni distancuar nga kalkulimet dhe projeksionet, po një projekcion për qarkun që përfaqësoni e keni dhe kryesues listës, si shkon Elbasani në 11 maj? Unë shpresoj dhe një herë në qytet, personalisht më kanë pritur jashtëmase mirë, kudo që ecim të takojmë mirë, pritja është më mirë se që kemi qenë Berat në 2021. Dhe unë shpresoj në ndryshimin e madh tek zemrimi shoqëror. Heshtja e qytetarëve është zakonisht një lloj mlefi me pushtetin. Dhe shpresoj këtë herë ta shoh. Unë me konceptin dhe me ndjesinë që kam unë në shkollë Elbasanin mund të them lirshëm edhe për te shtatës. Edhe për te shtatës? Po, nëse do jetë kjo ndjesi dhe votat do të jenë bio. Pra, se vota ka votës, ka votë. Me që se ju e përllogarisni dhe deformitetin e mund shumë brenda rezultatit. Unë shpresoj që në gjithë Shqipërinë, zemërimi popullor të jetë shumë i madh. Dhe nuk i besoj edhe një herë sondazhet, totalisht jo. Komplet nuk i besoj. Por shpresoj në këtë zemërimin e madh shoqëror, sepse këdo që takoj, më thonë njerëz, më thonë haptas që kam qenë i PS-s këtë. Kanë një mlef, kanë një shqetësim shumë të madh. Nuk mund të vazhdojë Shqipëria në këtë situatë. Të shohim përkthimin e mlefit në datën 11. Zoti Alizoti, unë ju falenderoj që ishit pjesë e debatit sonte. Zoti Çipa, zoti Sullo, faleminderit që u bët pjesë e jona. Ndërkohë ndjekim një mesazh promocional të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për datën 11 maj. Në zgjedhjet e datës 11 maj votohet vetëm me një fletë votimi dhe është fleta të cilën në këtë moment dua që kamera ta fokusojë dhe unë e kam në duar. Ju mund votoni në një nga mënyrat e treguara në vijim, përndryshe, kjo fletë votimi në datën 11 maj do të jetë pavlefshme. Nëse doni të votoni vetëm për partinë apo vetëm për koalicionin, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë për briemrit të partisë apo koalicionit të partive që doni të votoni. Nëse doni të votoni vetëm për një nga kandidatët i cili është në listën parapëlqyese, vendosni sërish shenjën X ose plus brenda kutisë për briemrit të kandidatit që ju keni zgjedhur. Në këtë rast, vota juaj llogaritet për kandidatin që keni zgjedhur, njëkohësisht edhe për partinë apo koalicionin të cilit i përket ky kandidat. Kujdes, ju nuk mund votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Voto të dëgjohesh në datën 11 maj. Ne kemi pak sekonda publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë të debatit me një panel tjetër diskutimi. Vetëm pas pak ju vijoni na ndiqni.